Se duhet kandidohen, i kanë bërë pyetjen vetes. Dhe thot, e vetmja arsye është mbështetja e qytetarëve dhe fjala sidomos emërgjimtarëve mos na le. Nuk pretendoj se janë shumica, 90% e njerëzve. Absolutisht nuk pretendoj. Po me gjithatë, duke përcjellur edhe qëndrimin tim në radhë të parë edhe kryetarit zotit Ahmeti, se gjithmonë do të shohim për një mundësi tjetër. E kam thënë se drejta e kandidaturave është çdo qytetar i cili plotëson kushtet me ligj. Dhe kjo nuk është një diçka që për mua goditse. Absolutisht është e mirëseardhur. Por, thjesht thënë mbështetja masovike nëpërmjet sondazheve dhe mënyrave tjera të mendimit të qytetarëve ka qenë ai momenti që unë i kam thënë po, unë edhe kësaj radhe do të garoj për të vazhduar punët e nisura dhe për t'i përfunduar për një qytet të cilin e presim akoma më të mirë, akoma më të bukur dhe për një jetë më cilësore të qytetarëve tanë. Pra, thjesht thënë, kandidatura ime ka të bëj me vullnetin shumicë të qytetarëve dhe me mbështetjen absolut gjithë strukturave të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe tani të Aleancës Kombëtare për Integrim.